أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Për hajër ju qoftë muaj bekuar I Ramazanit, erdhëm si mysafir për disa ditë në thiri Haxhi Taxhedini në Flavil, po të vish në Zvicër, kudo që të shkojsh, edhe mos kalësh në xhaminë e Vilit, është e pamundshme. Këtu falenderoj edhe hoxhën e nderuar Bekimin, gjemët e tij, këtë xhamatin, kujshillerët që I kemi në lagje atje në Tetov, dhe këtë muslimanët kudo që janë, anë mban botës. Allahu Teala në e bof një Ramazan të bereqetshëm, në nxjerr nga ky Ramazan pa gjunafe, kur zate kemi këshu me njerës, thot, hoxha unë ty ti ngjoj derset, edhe duket sikur shumë lirë unë e flas, apo? Pyetëm tashmë, pyet ma shpirtin, të flasish me një xhami ku flasin hoxhallar shumë të ndershëm. Vërtet, hoxha I nderuar është një shembull për neve. Neve atje në Tetov, këtë flasim gjuhën tonë, amtare, shqip flasim, po së një bindim xhamatlit, hoxha Bekim jo vetëm gjuhën amtare, po edhe gjermant edhe zvicrant ka fillu me I bind. Mashallah, e marim vetëm si një shembull, një inspirim për neve. Allahu I dhash bereqet në jetë, Allahu I dhash bereqet në familje, edhe xhamatit të ti, edhe ju që kontriboni që I rini mbas. Një hoxhë I mirë është një bereqet shumë I madh për asosni. Me hoxhallarët shkohet në xhennet o xhamat. Kur e ndjekish hoxhën, ai në fund të thret në xhennet. Për çat t'ja dim vlerën mirë hoxhallarëve, Allahu I shpërbleft ato, edhe neve na boft nasip përfitojmë për atyne, se cilin atë këndin e vetë, le t'i bëjë hizmet dinit të Allahut. Nuk kam çka të shtoj ma tepër, po vetëm si shenjë nderi dhe respekti, të mbajsh ders në këtë xhami të bukur është vetëm një privilegj. Atëherë ta bëjmë një bereqet, një sunnet të pejgamberit alayhi salatu vesselam. E mbaj këtë qitab rezervë, kështu, edhe kur ngushtohesh, kur del një ders apo nësës kështu, me njerë qitapin e kije, ulemat para neve kanë jetu vetëm për çekat. Hoxha jem në Stamboll ashtu thoshte. Hoxhallarët para neve jetuan që neve të na lecojnë punët. Sa njeri mirë duhet jesh, të ulesh dhe ta shkruash një libër për vlerat e Ramazanit, apo për vlerat e ditëve dhe netëve të mëdha, që neve nesër, kur dalin hoxhallar qerë, ta kjenë ma letë, më shkojnë edhe njerë të hulumtojnë këtë librat, e të nxjerrin një ders për gjysmore që të mbajnë, po që aty të kjenë të radhitura. Allahu Teala I shpërbleft këtë të ulema para neve që kanë shkruajt libra, vallai ne kanë nxjerr nga kriza. Hoxha e ka të, elhamdulillah, bereqet, ka ardhur në Tetov shpesh dhe do xhamatli nuk e kanë njoft. Ose pi jashtë e kanë gjuhë, e në thotë, kush kebe ki hoxha sa I ambel, mashallah, sa I qartë. Po vallai, pavarësisht se është tu prezent. Dhe çdo hutbe që e kam bajt, ndoshta mund fjalë për fjalë të citoj që tash përmendesh. Se e ka të bereqet dhe din si ti qaset xhamatit. Neve nuk e kemi, inshallah ta mbrim edhe neve atë. Mbrim ato mosha, ti jemi hoxhallar deri në atë mosha. Se tha inshallah I mbrish ato vite, para se bëm një bisedë të bukur, bile mi shteni paketet, kur sa mund bëjmë në debat aty, fa debati. Me njëre hek shalin, hikin të tofu, nuk jam për debate. Zdim ne. Po jo xhamat, neve në rahat jemi rejt. Familjen kitë musliman, në xhami kitë musliman, në lagje kitë musliman, e mduket ai rahat lajk I madh neve na bëni të laznuar, bëjmë fesate në xhami, bëjmë fesate në lagje. Ju e dini atë vlerën e të qenurit musliman, se keni kontakte shumë me palën tjetër. Hoxha para se tha shumë bukur në zyrë. Këtu, ai I xhamis është me islamin, ai që s'ka me xhamin, ai është me ato tjerët. Mirë, për bereqet disa dakika, të lexojmë pak për vlerën e Ramazanit, si do lexojmë, edhe me Ramazan jemi na u tha gjuha, aq më tepër për emocioneve na u tha gjuha, Allahu Teala na ndihmoft. Ama e kam një plus se jam udhëtar, unë e me presh, halal e kam, tamam, se jam seferi.
Ju me presh problem 60 ditë më pa. Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma të regon, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam se ka thënë, innel gjennete letet e gjeddedu ve te zejjenu. Gjenneti ripërtrihet dhe stoliset minel hauli ila el hauli, nga viti i kaluar deri në vitin tjetër. Pse stoliset? Li dukhuli shehri Ramadan, se ka hy muaj i bekuar i Ramazanit. Fi dha kane ewelu lejle min shehri Ramadan, hebbet rihun min tahtil arsh. Dhe kur hyn nata e parë e muajit Ramazan, për fakt keq tash u diskutu bashkë këtë vit, kur ishte dita e parë e kur nuk ishte. Hoxhën e kije, ajo është dim për neve. Tamam. Ulemat ashtu kanë thënë. Meshebi i xhamatit është meshebi i imamit. Atë dhe ndjekish, aj kur da gjyrojën ti da gjyrojsh, aj kur da e fali namazin e në taj da falish. Kur hyn nata e parë e muajit Ramazan, Allahu Taala e lëshon një erë nga arshi, që asaj erë i thujnë muthira. Edhe era ka një emër, kur fryn era, muthira. Ajo që e bereqet. Dhe me këtë erë përplasin gjethet e xhennetit edhe unazat e dyerve të xhennetit. Allahu na boft nasib të shohim ato, edhe të dëgjojmë këto në xhennet. Dhe thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të dëgjohet një tingull aq i bukur nga dyert. Këtu në Zvicër i shohim këto katundet i ruajnë ato stilet e shtëpiave të vjetra, edhe më duket disa shtëpia shoh unaza ka në derë. Kur fryn era ting ting bëndëni, këtu bëjmë paket e kishat, neve u habitëm, apo nësë jemi mësu. E fala sabahin gjë, Allahumma ente selam ve minke selam, tu thonë ting, ting, ja boni, estakfirullah. Neve nuk jemi mësu, po, Allah juve sabër u dash, për qatë këtu të bësh xhami, këtu të ndërtojsh xhami, këtu të lexosh ezan, vlen sa 1 milion ezane në Tetov. Allahu ju shpërbleft për mundin që i jepni. Se islami i fëmijëve, që i keni këtu më varet nga mundi juaj. Për qatë kur në gjojni, s'keni nevoj, unë të va të regoj këtë, po kur bëhet dë një xhami, dë një aktivitet, zatë ndihmojni, s'ka nevoj me thanë me ndihmoj. Dëgjohet një tingull shumë i bukur që në dynja zë më të bukur se ajo nuk e dëgjuar. Pastaj, zbukurohen edhe hurijet e xhennetit, dhe rinë në një pozit shumë të ndershme të xhennetit, ato gratë të bukra të xhennetit. Dhe që këshu thërasin, helmin khatibin ila Allah azze wa gjell fe juze ujgjehu. A ka dërkushi që të na kërkoje neve nga Allahu, që Allahu Teala të na bashkoje në xhennet me këto. Thume je kulne, pastaj dëthujnë këto hyrije. Ja Ridvan, o Ridvan, Ridvani është një hizmeqari xhennetit. Ma hadhi i lejle, qka është kjo natë që Allahu Teala këshu bukur e ka zbukuru xhennetin, ata do t'i përgjigjen, ja khajratun hisan, o ju gratë bukurat e xhennetit. Kjo është muaj i parë i Ramazanit, do thënë dita e parë e muajit Ramazan. Në këtë ditë hapen dyert e xhennetit për agjeruesit e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Neve jemi ummeti i tij. Neve jemi ummeti bile më specifik. Ummeti ati ndanë në 2 grupe, ummeti davet edhe ummeti i xhabet. Ummeti davet është edhe ai zvicrani që nuk i beson Allahut, se ka jetu në vaktin e sheriatit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Neve Allahu Teala na ka zgjedh një mirat i madh, edhe na ka prunë këtë vakët, plus edhe na ka bon nasib me i besu atij të dashuri sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk përshkruhet, dhe nuk banëm kur gjatë që ta fitojmë këtë iman. Lindëm nga prind musliman, si e mbaj veten jam i bam sunnet, si e mbaj veten mend e di se më ka çu baba gjyshi në xhami, dhe hiç nuk e mbaj mend se si ma kanë mësu faljen e namazit. Tu ndetën me gjysh, me nan, me gjyshe, e di faljen e namazit. Pyete dëni të konvertuar, çka ka hek për ta shqiptuar Fatihan e parë, astakfirullah. Ose shahadetin e parë, gjinafi, çka hek. Ati e dish nga natyra jote, nga fitrat jote. Nimet i madh është që jemi musliman, elhamdulillah. Do me thanë, këtë ditë hapen dyert e xhennetit, ama për agjeruesit e këtij ummetit. Allahu Teala do të thotë kështu, ja Ridvan, o ti hizmeqari i xhennetit, iftah babel jinan, hapi tash dyert, dhe ti o Malik, që është ai rojtari i xhenemit, thotë mbylli
dyert e xhenemit për agjëruesit e ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti o Xhibril, zbrit në tokë dhe mbylli me zinxhir shejtanët e mallkuar. E dim se hadithet janë ashtu, pejgamberi alayhis salatu wasallam na ka tregu se në këtë muaj shejtanët lidhen me zinxhir. Ama keni kujdes xhamat, shejtanët. Dënjerë njeri bëhet aq i keq dhe i poshtër e kalon edhe shejtanin. Ose njerëzit nuk lidhen me zinxhir, shejtanët lidhen. E pse njeri mund bëhet më i keq se shejtani? Se e ka një nefs brenda. Atë nefs po se bën e terbie, ulemat kanë thënë më i rrezikshëm se 70 shejtana është një njerë që ngjon nefsin e vet e marrë bisu që është që urdhron vetëm punë tek xhia. Për çat neve kemi mos marrveshje në Ramazan. Se parashtrohet kjo pyetje. Hoxho, ju thoni në përder se shejtanët janë të lidhur, ama ja ki xhivon. Bon se kjo është më i keq se ato. Allahu gjithëve na udhëzoft. Ndonjëherë edhe neve bëhemi, hajt mos shtiremi këtu. Shumë të mirë se ato në shtëpi na dinë neve më mirë. Pastaj kapi ato shejtan dhe hedhi në për detra, le të mbyten sa që mos ja prishin agjerimin ummetit të Muhammed Mustafas, habibit tem të dashur, sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kur dhe thire pastaj Xhibrili alayhis salatu wasalam dhe drejtohet ka me lajqet. Me lajqeve do të thosë, mblidhuni këtu, mblidhuni gjithë. Me lajqet do mblidhen dhe do thujnë, urnoj ja Xhibril, çka ka caktu Allahu për nevojat e muslimanëve sot, se është dita e parë e Ramazanit. Xhibrili alayhis salatu wasalam kështu do të thotë atyne. Inna Allahe nadhara ilehim. Allahu Taala u bën nazar. Allahu do t'i shikoj ato me rahmetin e tij, me mëshirën e tij, me dashni. Apo ndryshe kur e shohësh djalin tënd, me çfarë ndjenjash e shikojsh apo s'u ne përshkruajshat. Me një shikim dush t'ja lëshosh këtë majrat. Ne tu thanë t'ja lëshojm këtë majrat e marrim neve mësysh fëmin tonë stakfir. Një hoç që kështu na tregoi një rast, pavarësisht ka lidhje me temën. Djalin hafës për merak. 10-11 vjeçar djali. Inteligjent kështu, i kupton mësimet, hafızlëkin e ka kry, lexon mukabele në xhami. Kemi neve kësi fëmish, apo Allahu Teala i ruajt nga mësyshi. Dhe i pidafet një smundje ati fëmis. Doktorët së në zbulen. Ma në fund të arim për fundim se është diçka pak ma shpirtnare. Vërtet fëmija, në bas një vaktit shkurt, ndron edhe jetë. Allahu Teala na i ruajt kitëve fëmijët. Një horë që ka marrë vesh nga këto punë të shpirtit e mësyshit send, e gjen problemi ku është. Baba i vetë e ka shiku me dashnit madhe, me lakmit madhe kur ka lezu para njerëzve mukabele. Për çfarë duhet më shpesh me thënë masha Allah la quwwata illa billah. Mos lishojmë zemër, tamam. Vërtet i dum shumë, e vlat jon, shpirti jon, ama çe ka sy apo ka mësysh. Prandaj kur do dalë do një hafës lexoje. Për mashallah i kemi që edhe parës ishte një lezim shumë i bukur i Kuranit. Me njerë mashallah, barekallah. Abe hoxho nuk o ca vllai, mos edhe burat të mdhej mund të miren mësysh. Pejgamberi ka thënë edhe që këtë malbile mund të rëzoje mësyshi. Që Allahu Teala të shikon me një rahmet të madh. E kur shikon Allahu me rahmet të madh, çka ndodh? Afa anhum, do t'ja fal atyne gjunafet. Wa ghufira lahum illa arba'a. Këtë ummetit që kanë agjeru, do t'ja falë mëkatet përveç 4 personave. Aman të kemi kujdes, mos hymë në këtë kategori. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot që këto 4 persona janë, i pari, mudminu khamrin, ai që pin alkool vazhdimisht, edhe në Ramazan së në lahat pusta. Unë e besoj se çdo musliman të paktën 30 ditë të Ramazanit nuk e prek këtë. Dhe vërtet ja kom lakmin këtyne njerëzve. Edhe neve kemi do gjunafe, do gabime që mundohem t'i la, mos u shkojnë ndërmend hoxhot te xhibëke. Po jo, që ato raportet me gruan si shprehemi ndonjëherë, me nanën si ja ngrim zanin ndonjëherë, se neve jemi një gjenerat shumë e keqe o xhamat. Neve nuk jemi pi hoxhallarëve që e kanë ditë nanën edhe babën tabut pa prekshëm. Neve jemi një gjenerat, Allah i na falt, Allah i na ruaj, të shikoj filmat evropianëve dhe në telefona. Se këtu të thush filma evropiane, është keq, po, qëtë amerikanëve të themi, ha. Neve shumë kolej, ha benan, bol mo, këtë e kina thanë shumë shpesh. Allahu Teala në Kur'an thot mos i thujni prindërve, neve u kemi këthy aty në fjalë. Sot e kësaj dita ju pse të kam betë si shprehi, shumë kolej thush, a benan, nëksën.
O ti, na file namaz tu falë nëse thirë nana duhet të prishish. Na file namaz, me Allahun bisedojsh dhe ndërpresish bisedën me Allahin se të thirë nana. Babi dhe të those dhe shkush deri në dyqan, elhamdulillah, babi kërkon diçka për mu, me njerë dhe shkuj. Jo be xhemat, nuk i pet për mbrenda kjo. Fitrati në aprejsh, estakfirullah. Mut minu hamrin, që i kemi edhe neve do gabime. Dhe ja kom lakmin atyne që vërtet ta në vitin e ka si ves, këtë muaj e ndalë. Kjo kërkon vërtet një vullnet shumë të fuqishëm ta kish. Atëherë ti vëlla musliman që gjatë Ramazanit nuk konsumojsh alkool, ti mundeshke me këtë autokontrol që e kije, vallahi ti mundesh t'i lash këtë mëkatet. Alkooliku kronik, do me thanaj që pinë çdo herë alkool edhe gjatë Ramazanit. Ky nuk falet, që hynëm ne këtu. Wa aqun li validehi, ai që i dhënon prindët. Ai që i dhënon prindët, nuk një muj, tanë vitin le t'agjeroje, Allahu Teala nuk ja fal gjunave. Caktimi Allahut është be, i mirë i keq. Allahu Teala krimin ta ka fal në sulbin, në brezin e atyne. Borë që kije, mas Allahu Teala, kuptohet mas pejgamberit a.s. mas çështjeve të sheriatit, ibadetit, prindet me i respektu. Po hoxha im thoshte edhe prindet le të kijen kujdes, edhe mos i urdhërojnë fëmijët diçka kundër fesë që edhe mos bëhet obligim mapa, ndo raste vërtet nuk duhet me një. Gjem duke të bëshim një muhabet aty në xhamin e Flavilit, lidhje me që këtë temë, neve jemi një gjenerate çuditshme që një shoku jem filloj të fale namaz, dhe babi vetë e kish marrë vesh se ka nejtë të fale namaz. Dhe që këtë lafja ka thonë, një baba e thot be xhamat këtë fjalë. Hajde neve fëmijët tash jemi të pasjellshëm, u kthejmë fjalën prindve. Amen ti si prind, a thuhet kjo shprehje be Zotin e rujt. Sa të kisha pa në xhami, tu fal namaz, mama e të kisha pa tu pa i drog. Estakfirullah, pa thuhet kjo fjalë tash. E tash ma pa edhe i fëmijë s'din ta kontrollojë veten, i kthehet me të keq, na shpi mos ka as bereqet, as nën, as bab, as respekt. E treta vekati u rahimin, ai që i ndërpret raportet familjare, dhe i katërti ve mushahin ka thënë pejgamberi alayhis salam. Sahabët e pyesin ja Rasulullah, çka do të thotë mushahin? Pejgamberi përgjigjet, ai që vazhdimisht bën grindje edhe bën fesate në shtëpi. Nuk të le një iftar të hash rahat, tu mendu se a o nervos, atë në që se ka hunda, se ka paj cigaren, nuk e ka paj kafe. Kush jemi? Ne shqiptarët jemi këta, po. Allahu Teala na shpëtov nga mushahin lajki. Tamam? Se për ndryshe nuk na falen gjunafet xhamat. Tamam? Një që e lash rakin, shumë ma kollaj mund ta lash atë nervoz. Vetëm ta kujtojmë se bëjmë ne ibadet, agjëroj apo më bëhet si tha Hoxha Efendi apo xhi kallxojmë apo sa se duhet mbajmë Ramazan. Nuk kallxojmë diçka çuditshme. Tamam, farz është, nuk kallxoj kur gjama tepër se hoxhallarët tjerë. Ama qenë qitab kaloj që këtë ta mbajmë mend. Mos jemi grinca, mos jemi fesatçor, mos bëjmë fitne, të paktën gjatë orëve kur bëjmë ibadet. Ta shijojmë këtë kënaqësi të Ramazanit që të dalim të kënaqur, inshallah, edhe Allahu Teala pastaj të jetë i kënaqur me neve. Hoxha Efendi edhe sa dakika të mbërëm, Hakimi se din, në 2 minuta e këtë të se. Tamam, na falni nëse gaboj diçka e zgjas. Ej valla, faleminderit. Na bëni halal ditë e diell sot, jeni zgjuar më herët. Për neve është herët në 12 ditë e diell, apo kemi lejt deri në syfyr, deri në sabah. Parashtrojmë pyetje të rrit, hoxha, a fitoj sevape nëse e kaloj agjerimin me gjumë? Po fitoj sholoç. Kaloj bile paradisa derseve. Në hadith thot, ibadeti gjumi i agjeruesit quhet ibadet, se nuk bësh gjunafe. Vetëm zgjohu namazet fali, çat. Si të flesh që këj fesaqor së në bosh, flej ma mirë. Be xhamatve, atë fonim pak më kësha. Parashtrojmë pyetje. Hoxho, ishti ati temit leksilium, si fir, nuk e din, a hin gjina. Qetësues, se bëhet shumë nervoz. Si di apish gjevab, kësaj punë u se di. Pa vedije, ti shti ilaç në çaj apo në ujë apo në tamël që të pije gjatë syfyrit, i shtidën një qetësues që t'jetë pak më i qetë. E a bëhet më i qetë, na bëhet po kot, është nefsi derisa s'bëhet terbie, as ilaçet nuk ndihmojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë edhe me këtë inshallah
do ta mbarojmë. Inna ummeti lem yakhzu ma iqamu shahra Ramadan. Ummeti im nuk do turpnohet, nuk do bëhet rrezil përderisa e respektojnë muajin e Ramazanit. Dhe elhamdulillah, ne hoxhallarët më shumë e dim si janë rrethanat në popullatën tonë. Me e bo një hesab, a namaz falës ka më shumë, agjerues të Ramazanit, numri ka një dalim shumë të madh. Po shqyqyr Allahut edhe për atë. Inshallah i Ramazan, agjerimi dhe bëhet sebeb me fillu edhe 5 vakët namaz me falë. Ama nëse e lame dhe që këtë Ramazan që e kemi, atër komplet si popull neve dhe bëhemi të turpruar para Allahut, dhe bëhemi rritil. Dhe hiqet ndihma Allahut. O vallaj, s'de kemi fëmijëve që ka t'u lam. Ata shqyqyr Allahut, fëmijët, bile e marrin edhe për inati, apo ndoshta në shkolla pak u folin, mos agjironi se jeni fëmijë të vegjël, ato për inatin ma shumë agjirojnë. Kallxon haxhia, fëmijës vetë ja ka lënë një çantë me ushqim, helbet po untove në shkollë, të mbajsh Ramazan, a me shoj se të bie untaja, ha diçka që edhe më të preke takati. Fëmijë 7 vjeçar, Allahu Taala jep këtë inteligjencë, këtë logjik islame, i thot na kujnon se si ta kiem me viti dë mashtroje shejtani dë ha. Subhanallah. Për çat ta rrujmë këtë respekt të Ramazanit, të kemi çka t'ju lam fëmijëve tonë. Inne ummeti lem yakhzu ma iqamu shahra Ramadan. Nuk do të turprohet ummetim përderisa e ruajnë e mbajnë në këmbë muajin e Ramazanit. Një burr u shua dhe i tha: "Ja Rasulallah, wa ma khizjuhum, si mund bëhen rezil? Ani kush mund bëhet rezil? Kush mund të turpërohet gjatë muajit Ramazanit?" Apo më mirë me thonë, si mund të arrujmë derin muajit Ramazan? Pejgamberi i dashur kështu tha: "Menin teheke fihi muhriman." Kush e shkep, do me thënë, respektin e Ramazanit e shkep, e gris me një haram. Sënë Allahu Taala, edhe jashtë e Ramazanit do harami, ka caktu harame, nuk duhet me i bo. Ama ti edhe në Ramazan nëse e bëjsh, një edhe ndaj urdhrit të Allahut problem, po dyfishohet se edhe ndaj muajit të bekuar Ramazan nuk pas kemi respekt të duhur. Thot kush e bën që këtë? E u amile se jeten, ose e bën një gjunaf të dukshëm në Ramazan. E u sheribe khamran, ose që pin alkohol në Ramazan. E u zena, ose bën zina në Ramazan, Allahu na rujt. Allahu i rujt të rritë tonë, Allahu na rujt nga telefonat, Allahu i rujt beqarët, një kësmet të khejrit sa ma shpejt të qetësohen me halal. Lem yaqbal minhu Ramadan, Allahu Taala nuk ja pranon atij personi Ramazanin. Wa la'anahu Allahu wa malaikatu wa samawat ila misli min al-hawl. Dhe deri vitin e ardhshëm, derisa të vijë Ramazani tjetër, mallkimi i Allahut dhe gjithë melaqeve dhe gjithë banorëve në qiell që janë, është mbi atë person që nuk e ka respektuar muajin e Ramazanit. Allahu t'jep afat Ramazanin tjetër. Ramazanin e kaluar i bona këto gabime, që tash një shans këtë Ramazan inshallah nuk do t'i bëj. Wejnë mate fima bejnë u e bejnë Ramadan. Nëse vdes në atë periudhë, mes që këtyne, do me thanë, nuk e shfryzoj Ramazanin e kaluar. Nuk e shfryzoj Ramazanin e kaluar. Dhe nuk erdhi Ramazani tjetër që ta korrigjoje veten. Këtë gabim të madh ta korrigjoje me një teube të sinqert. Nëse e ze vdekja, felejse lehu inda Allahi hasene, shkon të Allahu pa asnjë sevap, Allahu Taala na rujt. Me këtë inshallah mund edhe ta mbarojmë. Allahu Taala ju shpërbleft. Vërtet dakikat e para thash, o besim xhibone pse dole këto. U emocionova shumë. Kjo xhami e paska atë hejbet, i thujnë atë autoritet madh, se bojnë punë të mëdhaja. Vërtet xhamia vil, hoxha i vilit, njifet shumë vendin tonë. Bile njifet edhe për vepra shumë të mira, po edhe ma shtepërmi edhe mu që më ka ranë në sy, qysh kur isha ma i ri, me një Mercedes shumë të bukur. Allahu Taala varrit atë Mercedes. Vërtet në ka jetë sajvi, ama kam thonë, mashallah, mësish isha, nuk e ze. Allahu ju shpërvlet, në bëjnë një halal, isha në tash hoxha, ta mare fjallë. Alhamdulillah, wa usallim ala rasulillah. E falenderoj Allahun dhe shumë selavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dashur hoç besim dua dhe ju xhamat dashur kolegë. Kënaqësi që kemi hoxhallar të mirë edhe të cilët i bëjnë ismet dinit Allahut dhe i bëjnë shërbim në fesë Allahut. Kudo që jemi mbi tokë të Allahut. Një prej tyre kemi edhe besim Rumën i cili është i njohur në qytetin tonë.
dhe jo vetëm, I cili mashallah ka një xhamat mirë afër vetes dhe I bën hizmet këtyre tjerëve dhe këtyre vajzave që ju shërbejnë, ju këshillon, I mëson në atë formatin e vetë, në atë ritmin e vetë dhe kështu me radhë, që si duhet vetë e ma tepër është u më I dashur dhe më I lumtur te armia jo para së gjithësh. Sot kretë kjo xhami dhe kjo xhamat ka kënaqësi që të kemi sot këtu. Dhe të Allahun që vazhdojnë punët e hajrit në vendet tona po edhe këtu, në aspektin e hyrjes dhe lëvdatave që I bëjmë kështu, hoxhallat e kem qefin në qetëri me lëvdru, dhe lëpsimet në shumë të loje të bile atje në zirë, kur ke I zash të dronë pak për para tërësve, që të tërë pak me mos të palinde, falenderët shumë. Nuk ka asë me thanë ma defre, përveç se me falendru sotit, kërkën të zëtë me falendru një qetëri. Me të vërtet, kur përshohë se në festival kemi të gjimë që flak këtu dhamë ligjeratat vera të do ofën Prishtinë, Kumanove, kështu vetë zemra të po majhë dhe më shumë. Një falendrim po ashtu dhe xhamisë Flavilit për këtë mundësi që na këtu qepë në boshën tek ne dhe në ndëroj. Edhe ne këtë si xhamat kemi një boshë një vizitë në xhamisë e Flavilit në qamë. Bile në qofë se ato kanë interes për një bashkëpunim halamat madh, ne jemi halamat madh në qamë për një bashkëpunim tjetër. Si dhe që tjetër. Efendi, hecë në kështërares, qytatën e kishe shumë mirë, ndashtë dhe mësë haro këtu se zakonisht ne Efendi kemi një du të përgatitja një vend të talon me qytatë. Vetëm një kështu. Paska. Ne kemi si një traditë vogël kështu Efendi, njerëzit të cilat të vinë në xhamin tonë të japim një dhuratë kështu simbolike, një hedhije të vogël. Ajo është një prej hedhjeve, është një sahat me qistet në cilën është I gravum xhamia e Vilit e pamja e saj. Në pas se ti e kishe një, të ndrojsh atë. E ki e kështu edhe një veshje kështu tjetër që I keni të bardhë, në duket atë atër nuk ka nevojë me qitë për herët edhe veshje tjetër sahat ati. Dhe kjo është një pamje, kjo është shpitali, është Milajnë Rina. Faleminderit shumë, të na falin ndoshta nga bom diçka. Edhe valla që këtu ndërzoj atë. Shumë faleminderit. Me glavën e xhamisë. Shumë faleminderit. S'kish nevojë të vallë këtë qetërën s'kish nevojë. Po të na ngushton do falë. Cila xhami? Në Tetov është e eski xhamia. Te eski xhamia në Tetov. Besim të falenderoj shumë. Po faleminderit. Allah ju nderoft, Allah I shëroj familjen. Punona jetuaj. Okay. Të lutem në atë